Qysh regjistrohet prona? Çka duhet me ditë qytetarët edhe a ka interesim për regjistrim në emër të dy bashkëshortëve e po ashtu për ndarje ku përfshihen edhe vajzat? Zotnia, ki pronë në emër tonë? Po, që në emën të më në emën të grosë, bashkë. Apo a? Do me thonë bashkëpronor jeni? Po, bashkëpronor jemi. Qysh jeni bo bashkëpronora? Më nësh me na kallëzu procesin? Qysh ka? Shumë e thjesht, shkon e blen, pastaj shkon në komunë, regjistron pronën edhe në emën të bashkëshortës, edhe shkon në katastër e merret, që me thojnë asaj, një dokument që e pronor dhe përfundon krejt. Po besoj ki fëmi? Kam 2 djemë. 2 djemë, a? Tash ti pas ke 2 djemë ti, s'ko ka pyetja specifike se kesh të vet, a kemi jalon edhe qikës, hisën? Jo, nëne, kur mos pyetni a kemi jalon të qikës. Pyetni a i keni ndo... Pjesë të barabarta? Jo, a i keni ndo drejt me motrat. Jo, do t'i ndani me fëmijët e ju, se secili thot po për me fëmijët. Po pyeti pronën kur e keni trashëguar për baballarëve, për prindërve, a keni ndo me motrat? Po, e ti a ke do me motor? Unë jam lënë krejt çka kam vllaznive motra, unë s'kom marrë kur gjë. Krejt çka kam për vete kam ndërtu vetë. Në qëtë storje kena me trajtu këtë çështje dhe kena me diskutu paraprakisht me drejtorin e kadastrit edhe me i pyet çysh ka procedura e regjistrimit edhe sa janë të vetëdijshum njerëzit, personat për bashkëpronësi. E po ashtu edhe sa janë të përfshime gratë në prona. Jemi këtu me drejtorin e katastrit, gjeodezisë dhe legalizimit, zotin Gend Begolli. A më nësh me na tregu pak a shumë çysh ka procedura për regjistrimin e pronës në komunën e Prishtinës? Zakonisht katastri, si me thonë, është në fond regjistruesi përfundimtar. Mirë po disa procedura fillimisht që kryet një procedurë të noteri, një procedurë tjetër të gjeodetit nëse ka nevojë, dhe pas gjithë asaj procedure që bëhet, vjen mu regjistru në katastër. Zakonisht pronat, si me thonë, regjistrohen edhe në emër të 2 bashkëpronorëve, për shemb gru burr. Çto kesh të pyet? A regjistrohen sa janë rastet e shpeshta dhe sa ka ngritje të vetëdijsimit për regjistrimin e pronës në emër të 2 bashkëshortëve? Përpara nuk ka pas shumë, interesant. Mirë po kohëve të fundit po hasim shumë në kërkesa ku regjistrimi bëhet në emër të 2 bashkëshortëve. Ose për shembull babai i blen për një vend edhe për të 3 fëmijët e ndan, edhe janë vajza dhe djem, po ma herët e dim se me thonë që ka rritje trendit. Ka rritje trendit edhe besoj që jo tepër mirë që ka rritje trendit, edhe besoj që kjo, si me thonë, neve na bën shumë atë forë si popull edhe ma të vetëdijshëm edhe sidomos kur e dim që nana tona, gratë tona, motra tona japin një kontribut jashtëzakonisht madh shoqëri. A ka raste kur prindrit regjistrojnë pronën edhe në emër të vajzës? Po, ka raste të shumta. Ka raste të shumta që shkojnë te noteri, shumica është me kontratë falje. Zakonisht ose për shembull një kontratë dhuratë, për shembull që ja ka ble, ashtu regjistrohet në emër të vajzave. E cilat janë paqartësitë më të mëdha, cilat hasin qytetarët kur vinë te drejtoria juaj me kriju me regjistru pronën, domethënë ku e kanë shqetësimin më të madh dhe ku i kanë ato mungesat në informacion? Përpara ka pas më shumë shqetësime dhe mungesa, sepse edhe, si me thonë, regjistrimi ose aplikimi është bërë në formë fizike. Mirë po tash kemi aplikim online. Aplikimi online bëhet direkt te noteri, edhe noterët e dërgojnë online në drejtoritë katastrit. Sigurisht mund problemet më shumë të mund me qenë për shembull të trashëgimit të mëhershme, ose ndonjë problem të ndonjë ndrimi të shkronjave të emrit, apo kupton? Më dhon kësi probleme, mirë po sa i përket në të përgjithshme ka begi shumë vetëdijsim, nuk ka më ashtu të lashe të përgjithshme për regjistrim. A mendon që është më thjeshtë se sa e menojnë qytetarët paraprakisht? Gjithsesi është shumë e thjeshtë. Cila është këshilla jote për qytetarët që hala se kanë përcaktuar statusin e pronës? Unë mendoj që gjithë secili prona është e shajt fillimisht, gjithë secili duhet më kujdes për pronën vet, gjithë secili duhet më pa se ku është prona vet, gjithë secili duhet më rregullu dokumentet për pronë, është shumë mirë që çdo trashëgimi të bëhet ose si më thon çdo ndamje të bëhet sa janë njerëz të gjallë, se pastaj po merr kohë dhe edhe si më thon merr më shumë punë dhe njëkohësisht unë kisha një mesazh që sa më shumë të vetëdijsohen që pronat të ndajnë me vajza, si me thonë me motra, me nana, me gjinin femrore. Një informat kisha dash m'ja jep, për çdo pronë, për shembull, nëse burri ose gruaja e ka ble për para martesës, atëherë ajo proni takon vetëm atij. Po në momentin që martohen, prona është e përbashkët. Mos harroni, prona është e përbashkët.
Okej, tash jemi me gjyqtarin e gjykatës themelore, zotin Florian Krasniqi. Sa shpesh trajtohen rastet që lidhen me pronën edhe bashkëpronësinë në gjykatën themelore? Duhet theksuar se rastet, kontestet pronësore që ne ju thojmë në zonin vend të rëndësishëm në statistikat e landëve që janë pranuar në këtë gjykatë, madje mund të thonë se janë landet më komplekse që na i trajtojmë. Nuk mund të shprehemi me statistika reale, mirë po ka një numër të konsiderueshëm të rasteve pronësore. Kontestet pronësore derivojnë nga faktora apo rrethana të ndryshme që përfshin mungesën e gjatë të transaksioneve jo formale, pastaj mungesa e përkthimit të pronave, që kanë derivuar në kalimin e një kohe të gjatë dhe tani domosdoshmërisht pronarët e posëduesit e pronave kërkojnë që pronat e tyre të përkthehen në regjistrat kadastral dhe si rrjedhoi mundësia për shkak të kalimit të kohës së gjatë, për shkak të vdekjes së shetësve dhe blerësve, tani domosdoshmërisht mundësia e vetme për realizimin e drejtave ose vërtetimin e drejtave tyre pronësore mbetet rruga gjyqësore. Kështu që ka një numër të madh të rasteve pronësore. Pa pas një kontratë formale, nuk mundesh as me regjistru pronën në regjistrat kadastral. Kështu që nga momenti kur është bërë blerja e pronës në mënyrë jo formale, ka kaluar kohë gjatë dhe pastaj mungesa e një kontrate të shkruar domosdoshmërisht qytetarëve ja u bën të domosdoshme që për të vërtetuar se janë pronar të një paligjshmërie, cilën ata e posedojnë që një kohë të caktuar, ta kërkojnë përmes rrugës gjyqësore. Pra, po, është mungesë e regjistrimit, është kontestet pronësore janë kryesisht faktori mos regjistrimit me kohë dhe informalitetit të transaksioneve lidhur me paligjshmëritë. A mund të shmangen këto probleme, si me thonë, nëse prona në fjalë regjistrohet me kohë? Fillimisht po e theksoj se kohët e fundit ka një rënje të numrit të kontesteve pronësore, sidomos në lidhur me paligjshmëritë, pra ekziston një rritje e vetëdijësimit të qytetarëve që shitblerjet e paligjshmërive, po edhe ndarjet e pasurisë mes familjarëve të bëhen në formë formale të regjistrohen në katastër. Ndërsa sa i përket shmangjes së këtyre kontesteve, po, regjistrimi me kohë është një faktor që ndikon në rënien e kontesteve ose mos lindjen e kontesteve të tilla, për shkak se në momentin kur kontrata për ndarjen e pasurisë familjare nënshkruhet në formë të aktit notarial dhe menjëherë kryen regjistrimet në regjistrat kadastral, atëherë domosdoshmërisht ekziston një siguri e madhe për të drejtat që personat kanë fituar nga ajo kontratë, sepse në momentin e regjistrimit pronarët regjistrohen si pronarë dhe pastaj është shumë e vështirë kontestimi i validitetit të asaj ndarje ose asaj kontrate. E sa është e rëndësishme për familjar që me diskutu sa më herët çështjen e pronës edhe trashëgimisë? Sa ju shmangin sfidave dhe proceseve burokratike gjyqësore në të ardhmen nëse e kryejnë sa më herët këtë proces? Në këto raste barra bie mbi pronarjen e pasurisë. Pra nëse një person pretendon që për së gjalli tu andaj pasurinë trashëgimtarëve të tij, fëmijëve, bashkëshortes ose kurdo që atëherë barra mbi diskutimit për realizimin e një ndarje i takon vetëm pronarit, sepse ai duhet të merë, ai ka të drejtën të disponojë me pasurinë e tij dhe vetëm nga ai varet iniciativa për ndarjen e pasurisë. Kështu që është e rëndësishme, mirë po barra bie mbi pronarin që dëshiron që për së gjalli pasurinë e tij ta disponojë tek trashëgimtarët e tij. Cili është mesazhi jot për personat dhe njerëzit që e shohin këtë histori dhe që i kanë ende të pasgjidhura këto çështjet e pronës dhe trashëgimisë? Nga pozita të cilën u drejtohem, ndoshta duhet më qenë pak i rezervuar, mirë po kryesisht e iket jo formalitetit të bartjes paligjshmërive. Pra, çdo bartje paligjshmërive bëhet në formë formale, pra përmes nënshkrimit të kontratave tek organi kompetent dhe regjistrimit të tyre. Siç u tha në intervistat me drejtorin e kadastrit të Prishtinës zoti Gent Begolli dhe me gjyqtarin e gjykatës themelore të Prishtinës zotin Florian Krasniqi, regjistrimi i pronës nuk është diçka e komplikuar. Krejt çka ju duhet është kontrata e shitblerjes ose dokumenti për bartjen e trashëgimisë, e nënshkruar prej palëve dhe e notarizuar nga personi i autorizuar. Pastaj dokumentet dorëzohen në kadastër, bëhet verifikimi dhe prona regjistrohet në emrin tuaj. Pra puna është shumë e thjeshtë. Me dokumente të rregullta prona juaj bëhet e sigurt, e qartë dhe e mbrojtur ligjërisht. Mos e shtyni për ma vonë, bëje tënden, regjistroje pronën.